Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku ka reaguar për situatën e krijuar me grumbullimin e mbeturinave në Prishtinë, duke e cilësuar këtë si një sabotazh të organizuar në kuadër të një fushate politike të ulët. Në një postim publik, Abdigjiku shkruan se fushata në Prishtinë pas ka nisur me mbeturina, duke quajtur këtë një përpjekje të lodhur dhe të pavlerë për të dëmtuar imazhin e komunës. Me sabotazh në njërën anë e me mendimtar parapolitik gisht vënës në anën tjetër, krejt në sinkron, një përpjekje e thatë e ullët që ngjall vetëm keqardhje, tha ai. Sipas tij, sabotimi ka ardhur nga vetë ata që kontrollojnë ndërmarrjen pastrimi, duke lënë me qëllim qytetin të mbuluar nga mbeturinat. Ai akuzon se kjo ndërmarrje ndonse formalisht komunale nuk është në menaxhimin e komunës, por po përdoret politikisht për të krijuar krizë artificiale në Prishtinë. Bërllog plot, por ndërmarrja refuzon të punojë, e sa për të mos mjaftuar mblidhen sërish në asamble, sërish blok për të ndaluar besoni ose jo angazhimin e dikujt tjetër për pastrim, shkruan Abdigjiku. Megjithatë, ai njofton se komuna ka ndërmarrë veprime të menjëhershme dhe ka angazhuar kompani të tjera për pastrimin e qytetit. Ai garanton se për një javë Prishtina do të pastrohet tërësisht. Nuk e ndaloni LDK-n e përparimin kështu, Prishtina ec, sabotazhi juaj zgjat vetëm pak ditë, ka deklaruar kryetari i LDK-s, duke shtuar se qytetarët janë të vetëdijshëm për këtë politikë të vjetër e primitive. Prishtina sheh, këtu sabotazhi kriminal moti ka vdek, përfundon reagimin e tij Lumir Abdigjiku. Ndërkohë më herët vetë kryetari i Prishtinës Përparim Rama reagoi lidhur me situatën alarmante të krijuar nga ndërprerja e shërbimeve për grumbullimin e mbeturinave nga ndërmarrja pastrimi. Në një deklaratë publikuar të dielën, Rama e cilësoi atë si krizë. Në një deklaratë publikuar të dielën, Rama e cilësoi këtë krizë si kulmin e papërgjegjësisë institucionale dhe akuzoi për përdorim të ndërmarrjes si instrument shantazhi për interesa politike. Po shfrytëzojnë të gjitha kapacitetet alternative që kemi në dispozicion për të menaxhuar situatën, shkroi Rama duke shtuar se ekipet komunale kanë qenë të angazhuara në terren gjatë gjithë vikendit, 24 orë në ditë për të rikthyer kontrollin mbi situatën. Qytetarët nuk do të penalizohen për shkak të kalkulimeve politike të askujt, garantoi ai duke njoftuar se nga dita e hënë pritet rikthimi i shërbimit në normalitet. Në mesazhin e tij, Rama ishte jashtë ndaj praktikave të politikës lokale, duke theksuar se nuk ka ardhur në krye të Prishtinës për të bërë pazare politike apo për të negociuar në takime të fshehta. Ai paralajmëroi për një qasje të re ndaj menaxhimit të ndërmarrjeve publike dhe premtoi se epoka e sabotimeve dhe keqpërdorimit të paras publike merr fund tani. Përfundimisht,